Mesfushori kombëtares Christian Aslani duket se nuk po gjen qetësi në Serie A dhe ardhmja e tij pritet të jetë në La Liga. Ai u largua nga Interi për në Torino gjatë verës, por nuk ka arritur pritshmëritë e duhura dhe duket se ka arritur në fund të aventurës së tij me klubin italian. Edhe mbrëmi ishte në stolin e Torinos në ndeshjen kundër Udinezes, njësoj si në ndeshjen e mëparshme kundër Veronës. Sipas Marca, Hirona në Spanjë thuhet se po shfaq interes për futbollistin e kombëtares kuqezi. Klubi katalanas ka kryer një studim fillestar duke i kërkuar Interit informacion mbi lojtarin dhe është përpjekur të kuptojë se çfarë mundësie ka për një negociatë të mundshme me Zikaltrit. Drejtuesit e Hironës tashmë e kanë prioritet transferimin e 23 vjeçarit në Spanjë. Aslani ka qenë një lojtar i rregullt për Torino në këto muaj të parë, duke bërë 15 paraqitje në Serie A dhe Kupën e Italisë, por klubi duket se ka konsideruar ndërprerjen e huazimit të tij nga Interi para kohe. Torino gjithashtu kishte një opsion blerje të vendosur në 12 milion euro, me Zikaltrit që mbanin një interes për 20% në çdo rishitje të ardhshme.